Shembja e 3 vilave në zonën e Saukut në Tiranë nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit apo edhe objekteve të tjera të ngjashme nuk është vetëm një akt administrativ, por një shkelje flagrante e ligjit dhe të drejtave të pronës private. Objektet kishin leje ndërtimi të rregullt, sipërfaqet e ndërtuara ishin madje më të vogla se ato të miratuara dhe asnjë centimetër katror nuk ishte jashtë parametrave të lejes. Megjithatë, me një operacion grotesk policor me rreth 150 efektiv, shteti hyri në pronën private pas një dokument zyrtar për shembjen, pa një urdhër gjykate dhe pa ndjekur praktikën e zakonshme ligjore që çdo administrat duhet të respektojë. Nuk ishte e nevojshme as të shpërthente objektet për të parandaluar ikjen e këtyre të fundit. Ky është një akt i qëllimshëm i terrorit shtetëror mbi pronën dhe investimet private. Qytetarët që paguajnë taksat për të mbajtur administratën, paguajnë edhe dëmshpërblimin që shteti do të duhet të japë në gjykatë ndaj privatit për këto prishje arbitrare. Në Strasburg, kompania duhet të marrë edhe dëmshpërblim 10 fish më të madh se humbja e vilave. Kur shteti vepron si band, duke anashkaluar ligjin, siguria juridike zhduket. Shteti mund t'i sekuestrojë objektet, t'i përdor për të pastrehat, t'i lëshojë me qira, por jo ka hith në erë 3 vila që shteti mund t'i përdor në të ardhmen në të mirë të komunitetit. Kush i paguan kostot për prishjen e këtyre vilave? Nuk i paguan as ministri e brendshme Albana Koçiu, as kryeministri Edi Rama, i paguan populli shqiptar. Në një shtet ligjor nuk ka vend për shëmbje si këto. Në një shtet band të gjithë paguajnë, por më shumë kosto në fund të ditës e paguan qytetari i thjesht.